prap tani për të shikuar pjesën e shitjeve. Përpara se të fillojmë me shitjet, kthehemi prap këtu tek modulet, ato që ju do të përdorni më shumë. Me raportin administrim mund të keni punë një herë në vit ose s'do keni punë fare. Me kontabilitet do të shikoni një llogari që nuk e din, do ta shikosh aty tek struktura e llogarive. Pra po bëj një përmbledhje para se të kaloj tek shitjet dhe ja shikoni te 101 kapitali. Vazhdojmë deri tek për shembull çekoj faqen 23. Ja klasa 7, të ardhurat financiare, të ardhurat nga shoqëri, të ardhurat nga dividendët. Për shembull, ti bën një shitje artikulli, do marrësh të ardhurat, do të çekosh llogarinë e të ardhurave që është nga shitja e artikulleve, jo nga dividendët. Ja, shitje mallrash, 705, është llogaria e të ardhurave për shitjen e mallrave. Pra këtu, tek kontabilitet, ju shikoni të gjitha numrat e llogarive në planin kontabil dhe çfarë përshkrimi kanë. Ja ku ke klasa 7 që fillon të ardhurat. Ke edhe klasa 4 klient. Klasa që do punoni më shumë janë 4. Klienti furnitori, 5, arka banka, 6 shpenzimet, 7 të ardhurat. Sepse në përditshmëri në një financieri, këto janë llogaritë që preken më shumë. Jo se nuk do të preken llogaritë e tjera, por në përditshmëri, në metodën e punës, që ty të rreh puna në përditshmëri me situata, ti do punosh më shumë, pra ju do të punoni më shumë me klasën 4, klienti furnitori, 5, arka banka, 6 shpenzimet, 7 të ardhurat, sikurse dhe treshi që është inventari. Kalojmë tek inventar që ju e pat dhe nuk po rikthehem për të mos humbur kohë. Artikull. Pra përveç se hyrjen e artikujve e bëjmë me faturë blerje, kemi dhe raste kur ti nuk e ke blerë, jo çdo mall që ti e ke bërë hyrje e ke blerë. Mund të ketë falur dikush një pajisje, siç bëm edhe rastin tonë. Blerje dhe shitje, blerje ti pam, dhe tani do të shikojmë shitjet. Arkën dhe bankën e pam, kemi amortizimin, tu artikuj afatgjat, tek amortizimi ke vetëm artikujt afatgjat. Çfarë do të mbani mend tek amortizimi i artikujve afatgjat? Do më thënë, amortizim pikë së pari kanë vetëm artikujt afatgjat. Do të mbani mend që përqindja e amortizimit për këto artikuj janë për inventarit ekonomik që futen pajisje, mobilerie, pajisje të tjera, është norma 20%. Për ndërtesat është 5%, konkretisht si për ndërtesat, ti ke blerë një godin dhe do të hapësh një biznes. Pikë së pari do regjistrosh artikullin një herë, sa ka kushtuar kjo godina. Dhe do të bësh një faturë blerje, e ke blerë nga X-i, do blesh një ndërtesë që bën 100 milion lek. Dhe do e regjistrosh. Mirë, po kjo ndërtesë ka vlerën 100 milion lek, do të vendosësh dhe 5% normën e amortizimit kur ta çelësh si artikull. Kemi dhe pajisjet kompjuterike që kanë normë amortizimi 25%. Dhe për t'ju rikujtuar, në rast se do të keni të bëni me pjesë inventarësh, do të lexoni udhëzimin 30 mbi menaxhimin e aktiveve mbi menaxhimin e aktiveve që përdoren gjithësisht qoftë në sektorin publik, po dhe në privat. Tek raportet keni kontabilitet, blerje, faturë blerje, shitje, inventar. Këtu gjeni çdo lloj raporti që juve doni të shikoni. Raporte inteligjente, kjo s'para përdoret shumë, te ndihma edhe kjo s'para përdoret shumë, te personalizo, kjo është pjesë si e organizon ti alfën, pastaj pjesë e personalizo. Jo pa qëllim bëra një tip përsëritje, do më thënë një përmbledhje që deri ku jemi deri tani, që dhe juve do doja që të bëni ndonjë pyetje nëse keni ndonjë pyetje, sepse moduli që do të kalojmë janë shitjet. Jo se kanë shitjet ndonjë shkencë, siç bëm blerje do bëjmë dhe shitjet. Kështu që nga çfarë kemi bërë deri tani? Keni ndonjë gjë? Raporti demo me sa shoh unë, këtu duhet kishte dhe, por këtu nuk e ka.
Raporti demo nuk e ofron këtu, dhe nuk e di pse se kanë bërë, por duhet kishte edhe pjesën e regjistrimit të një punonjësi në kompani. Sepse normalisht çdo muaj ju bëni listë pagesa për punonjësit. Dhe por themi në Alfa Webin e buxhetor është moduli punonjës, çelja një punonjësi dhe regjistrimi i listë pagesës që ka ky punonjës. Pra me pagën dhe ta jep vetë për llogaritjen. Nëse kemi pagën minimale, po themi 32.000 lek apo 36.000 lek, ajo ta merr vetë llogaritjen me anë të skemës që sa do paguaj ky punonjës sigurime shoqërore, shëndetësore dhe tapi. Megjithatë, në për biznese bëhet fjalë që listë pagesat të regjistrohen me anë të fletës kontabël. Pra bëhen me fletë kontabilizimi. Në sa shoh, atëra ka dikush një pyetje. Tek financa 5, skema e kontabilizimit të taksës doganore dhe të TVS-s regjistrohet manualisht para se regjistrohet veprimi i importit. Po në Alfa është vetë regjistruar kot? Skema e kontabilizimit të taksës doganore dhe të TVS-s regjistrohet manualisht. Po, në Alfa çdo gjë e ke vetë regjistruar. Sikurse ke artikujt që i ke këtu, qeli artikuj ku se cili ka skemën e vetë të kontabilizimit dhe taksat janë vetë të, kurse në financa 5 dhe artikullit do t'ja regjistrosh vetë skemën e kontabilizimit. Më falni një sekond. Jam në mësim. Po ta shikoni këtu, ja kemi skemën, inventar, kontabilitet, skema. Janë të gjitha skemat kështu. Do më thënë, kjo këtu që neve vendosim vetë me dorë tek financa 5, tu janë të qelura. Ta shikojmë dhe për taksën te kontabilitet. Ose do ta shikojmë këtu, qelje, klient, furnitor, llogari, njësi administrative, regjistrime, lidhje dokumentash, flet kontabël, shpërndarje shpenzimesh, lista. Nuk ka. Sa po ta gjej, sepse normalisht që e ka të qelur. Instrumenta, taksa. Instrumenta, taksa. Atëherë, te konfigurime, instrumenta, këto nuk është të thënë që do t'i mësoni përmendësh. Administrimin, konfigurimin duke kërkuar, shikoni një diçka që ju duhet. Instrumenta, taksa. Edhe ja ku i keni këtu. Po ta shikosh tek përshkrimi. TVSH 20%, taks skanimi, dogan, taks doganore. Ja ku e keni. Taks doganore, përqindja, e ka vendosur dhe përqindja, llogarinë e kredi 447, taks doganore. Shohim një taks tjetër. Pra, është ajo që thash në fillim, duke qenë se artikulli e ka skemën e kontabilizimit gati dhe biles unë jam si thua në thonjza fanse e Alfës dhe programeve të reja në vazhdim, sikurse është dhe Navisioni që ka hyrë tani, kurse financa 5 të han kohë si financier, të lodh pak sepse duhet të dish aq mirë skemat e kontabilizimit të artikullit sa që të arrish të formosh. Për shembull, nëse unë do të çel një artikull kancelarie, po themi kot, makinë llogaritse, do ta vendos vetë me dorë. Klasën 6 në debi, klasën 7 nëse unë do ta shes këtë makinë dhe të ardhurat që do të gjeneroj. Klasën 3 se kujt llogaria e inventari i përket. Dhe 630 që është llogaria e ndryshimit të gjendjes së mallit, që do të thotë, nëse në fillim të vitit ke pas 500 njësi mall dhe gjatë vitit ke konsumuar, pra ke bërë dalje 300, ndryshimi i gjendjes llogaria 630 duhet të dalë me gjendje debitore 200. Gjithmonë kjo llogaria 630 do dalë ose me gjendje 0 ose me gjendje debitore. Sepse nuk ke se thash, është ajo që thash fillim, nuk ke se si bën dalje nëse s'ke bër hyrje. Kështu që jemi të qartë për pjesën e taksës, do shkosh te konfigurime, instrumenta,
taksa, ke dhe gjërat e tjera këtu, qytete, monedha, qëse ti për shumë monedha, do në qelësh monedhën. Lek, euro, USD, pound. Nuk ka nevojë ti çekosh gjitha këto. Mund të qelësh një monedhë tjetër, çdo lloj monedhe. Okej. Pra, konfigurime, instrumenta, taksa. Që çdo lloj gjëje në alfa e ke vetë të kontabilizuar. Kjo jo se të bën ty dembel, po të jep paksa gati skemat e kontabilizimit që ti fiksosh dhe të mësosh dhe më mirë. Përpara se të kaloj tek shitja që është dhe moduli fundit, po i hedhim një sy këtyre lart, e marr nga fundi. Te ndihma nuk është se do e përdorni shumë, raportet do të përdorni shumë, dhe raportet juve do t'i dini vetë, domethënë se çfarë doni të gjeni. Nuk është se si thua bëhet një orë mësimi e veçantë për raportet. Unë thjesht të tregoj që ja ku janë raportet dhe je ti ai që në varësi të punës, në varësi të situatës do zgjedhësh. Si në rastin e magazinës, që ti gjendja e përmbledhur e magazinës të tregon që në fillim të vitit ke pas 200 njësi mall, në fund të vitit ke 50. Dhe gjendje në fund të tregon që ke 50, po se si është bërë lëvizja këtij artikullit, në çfarë date ka hyrë, çfarë date ka dalë, sa herë ke bërë dalje, kujt ja ke dhënë, këtë e tregon kartela e artikullit. Prandaj dua të them që në varësi të asaj që ju kërkoni, përdoren dhe raportet. Jo se do bëjmë një orë, nëse bëhet një orë e veçantë tamam vetëm për raportet. Tek regjistrimet, blerjet i regjistron dhe këtu tek moduli, zakonisht unë përdor këtë modulin për blerjet. Ke fleta doganore që i pam import-eksport, tani do të shikojmë, si që pam për importin shpar, do të shikojmë dhe për eksportin. Kemi fletat kontabël. Fletat kontabël janë në rastin e kur ti, do më thënë, gjëra që nuk i gjenë të këto module, do detyrohesh të bësh një flet kontabël. Zakonisht, fletat kontabël është mirë të bëhen sa më pak, dhe bëhen kur ti do të sistemosh një veprim, do të kalosh një veprim nga një veprim, nga një ark të një tjetër, nga një, po themi, klientin e zëm. Ke prerë një likuidim faturë, në vend t'ja bësh faturën me emrin e klientit, e zëm Arbeni, e ke bërë në klient popull. Popull quhet gjithë klientat që nuk janë me emër të veçantë, me NIP apo me numër llogarie. Popull jemi ne, për shembull, si të shkojmë blejmë në për dyqane. Dhe çfarë bën ai? Bën një flet kontabël. E kalon këtë vlerën. Për shembull, fatura është me emrin Arben me vlerën 500.000 lekë. Mirë po, kur e ka bërë regjistrimin, e ka bërë në faturën në klient popull. Pra, në klient të rastësishëm. Klienti popull quhet klienti rastësishëm apo klienti përditshëm. Dhe kur ky don të bëjë likuidimin, shkon dhe kap klientin popull, ndërkohë që duhet kapi këtë Arbenin sepse aty është bërë fatura. Dhe ti bën një sistemim me flet kontabël. E heq nga Arbeni dhe vendos tek klienti popull. Pra e bën me minus, e heq nga klienti popull, e bën vlerën minus, vlerën që ja ke faturuar klientit popull, e bën me minus nga populli dhe ja faturon këtij klientit Arbeni. Këto janë zakonisht fletat kontabël. Fletat kontabël bëhen dhe për sistemime në fund, ose për fitim humbje kursi. Gjatë ditës ne bëjmë fatura dhe në lek dhe në euro. Dhe në fund të ditës ti të ngelin disa bishta, i themi neve, pra disa me pikpresje, numra me pikpresje, pasi ke bërë likuidimet. Në fund të ditës ti bën një fitim humbje kursi, që bëhet me llogari fitim kursi është llogaria 76901 dhe kap klientin, dhe humbje kursi është llogaria 66901 që bën debiton 66-ën dhe krediton klientin. Pra e bën 0. Kemi këtu të çeljet, pra regjistrime, magazina, hyrje, dalje. Pra ato që regjistrime që mund t'i bësh këtu, i bën dhe këtu. Hyrje, dalje, inventar, shitje, veprime me arkën dhe me bankën. Këte çelje të bën çdo lloj çelje. Ti një kompani mund të ketë për shembull 5 agent shitje, do të çelësh agentët e shitjeve, sepse zakonisht kur bëhet fatura kapet dhe agenti shitjes. Kam përshtypjen tek fatura. Arka dhe banka, çelja e artikujsh, çelja e automjetesh e ka më vete, çelja e kartave të klientit, ja ku e ke këtu shpërnda dhuratat, çelje klient furnitor,
llogari, ti mund çelësh një llogari, si çelet një llogari, për shembull, këtu, si të çelëm neve arkën dhe bankën, apo dhe llogari të tjera. Lloj defekti, njësi administrative, mund çelësh pikë shitje, pikë furnizimi, magazina. Por jo se do t'i përdorni gjitha këto, pra mos e shikoni si kur ka 500 butona këtu dhe apo do i përdori gjithë ditën. Këtu kemi të bëjmë me konfigurime. Ja, zbritje analitike, ti konfiguron, çfarë do thotë? Ti konfiguron që filan artikull në një periudhë caktuar ja aplikon 5% zbritje artikullit. Zgjedhim për shembull një artikull këtu. Dhe ta shikojmë për opsionin, kam përshtypjen duhet ta ketë. Sepse zbritja që ti aplikon për klientët mund ta bësh edhe tek fatura, po e bën edhe tek artikulli, kam përshtypjen. Kod bari, inventar, pesha bruto. Jo, kontabilitet, llogari shpenzimi, regjistrime. Për shembull tek financa është që ti vendos. Atëherë këtu e ka të çmimet, ti ndryshon çmimin. Ja ndryshon çmimin artikullit. Tek administrim, fjalë kalim, këto janë gjëra që nuk është se do t'i përdorni shumë. Kështu që kalojmë tek shitjet. Pra kjo ishte për ju bëra një përmbledhje të programit. Shkojmë tek shitjet. Blerje dhe shitje. Atëre, shitje, shto shitje. Pra, çmim shitje, çmim blerje, klient, furnitor. Klienti është për shitjet, furnitori është për blerjet. Blerje, shto blerje, shitje, shto shitje. Vazhdojmë dhe bëjmë një faturë shitje. Faturat e shitjes janë mall dhe shërbim. Do të bëjmë një faturë shitje mall, një faturë shitje shërbim. Kemi faturë shitje brenda vendit dhe jashtë vendit. Siç bërëm këtu kemi, bëjmë numrin 68, po themi. Këtu nuk e kemi me dogan, se po bëjmë faturë shitje të thjeshtë. Atëherë, këtu kemi për të zgjedhur. Nuk e di nëse hapet kjo. Faturë shitje me dalje nga magazina, faturë shitje pa artikuj. Faturë shitje pa artikuj janë faturat të shërbimit. Faturë shitje me POS. POS është kur ty të vjen një klient, i ke bërë shitje faturën, po ai likuidon me POS, me kartë. Me kartë klienti. Faturë shitje me parapagim. Faturat e shitjes me parapagim po përdoren gjerësisht në bizneset tani, me futjen e fiskalizimit. Çfarë do thotë faturë shitje me parapagim? Një faturë shitje me parapagim, që ta dini dhe për veten tuaj, gjeneron 3 veprime të tjera. Që do të thotë? Fatura shitjes me parapagim do të thotë që unë shkoj për të blerë, po themi, do rregulloj shtëpinë dhe do shkoj me ble pllaka. Dhe shkoj dhe lë një parapagim, pra një kapar që i themi neve, 1.000 euro. Atëherë pikë së pari, ajo shitja më thotë që po, ti lëri lekët, po unë do të bëj një faturë parapagimi, sepse, domethënë, e ke një dokument që ke derdhur disa lekë. Sepse unë mund të shkoj, mund t'i lë lekët, marr një mandat apo një cop letër, e humba atë letrën unë, por duhet jetë fatura e fiskalizuar në sistem që të tregojë që po, ky veprim është bërë në të vërtetë. Dhe fatura parapagimit gjithmonë të nxjerr ty me gjendje debitore. Momentin që ti arkëton lekët, pra fillimisht prehet fatura parapagimit, ajo bëhet në llogarinë 418 dhe kjo të bën ty automatikisht debitor, që ti që zgjodhet të bësh një parapagim, kjo faturë të bën ty debitor, duhet i derdhësh këto lekët. Momentin që i derdh lekët bëhet zero, ama derdhja e këtyre lekëve ka një funksion. Që ti me këto lekë do blesh mall, lekët i derdhe sot, po mallin mund ta marrësh nesër, pas një muaj. Dhe në momentin që ti merr mallin, ti ke mbaruar punë, ama pas këtij veprimi bëhet edhe një si thuhet stornim parapagimi. Stornimi do thotë që ti ke mbyllur përfundimisht veprimet me këtë klientin. Pra, për sa kohë që ti nuk i bën stornim, do të thotë që ti e bën klientin me llogarit zero. E bën zero, pra ai domethënë pika parë ishte që ky bëri faturën e parapagimit, doli debitor.
Në momenti që i derdhi lekët me bank, doli 0, ama doli 0 në kuptimin që ky nuk ka më detyrime ndaj nesh, ama ky lekët i ka gjendje, sepse këto lekët i mori për të blerë diçka. Në momentin që merr mallin, ky nuk ka çfarë lekësh jep më, sepse lekët i ka dhënë. Atëherë ky bëjmë neve, pra bën financa, stornimin e parapagimit, që do thot e bën totalisht me gjendje 0 klientin. Çka do thot? Se klienti as nuk ka detyrim ndaj nesh, sepse na i likuidoi më përpara me faturën e parapagimit, dhe as nuk ka gjendje lekësh për të marrë, sepse ato gjendje lekësh që kishte i mori mall. Kjo është koncepti i faturës parapagimit. Po ndojmë një faturë shitje të thjeshtë, zgjedhim një klient. Unë po marr gjithmonë këtë klientin një, se thjesht si klienti rastishëm. Artikull. Tani kur shkoj te artikulli, shkoj tek lupa dhe çfarë bëj? Filtroj, nuk e di. Atëherë këtu do t'i filtrosh artikujt me gjendje. Me këtë tregon që këtu ti filtron artikujt me gjendje. Ku ke gjendje ti? Atëherë ti ke 11 banak. Okej, unë po bëj shitje 2 banak. Gjendja banakëve do të shkoj 9. Zbritje. Po ta shikoni këtu zbritjen, përqindjen. Unë dua t'i shes këtit. Atëherë me vleftën me të vsh 2 banak bëjnë unë do t'ja shes këtit 2 banak me 32.000. Okej? Dhe vlerëta e faturës shkoj 32.000. Ama unë kam dëshirë, sepse ky që vjen është një shoku im dhe unë dua t'i aplikoj një 5% zbritje. Atëherë shisa shkon vlera faturës. Nga 32.000 shkon 30.400. Unë po të dua dhe nuk i aplikoj zbritje, atëherë pa e bëjmë këtë faturën e parë, e bëjmë pas zbritje. 32.000 lekë vlerëta e faturës me të vsh. I japim ruaj. Nuk më lejon, okej, do ta bëj me zbritje se s'më lejon këtë tani 5% zbritje. Ja përuaj. Te klienti një unë kam shitur 2 kalorifer. Shkojmë dhe shohim gjendjen e magazinës. Raporti inventar. Gjendja e magazinës. Vit ushtrimor. Shiko. Gjejmë artikullin kalorifer. Jo, unë bëra banak. Mos ta bëj. Që bëra dalje 2 banak. Që magazinë zgjodha, një sekond, shitje. Ta shikojmë edhe një herë. Atëherë mund të ketë qenë në një magazin tjetër i banaku. Gjithsesi, qëndrojmë këtu një herë. U bë fatura e shitjes me zbritje 20%. Normalisht kjo ka ulë dhe gjendjen e banakëve tek magazina. Çfarë do të bëj tani? Këtë klientin që unë i bëra shitje, duhet që ky të marrë këto i lekët dhe unë do shkoj dhe do bëj arkëtim për klientin 30.400 dhe do të shikojmë që tek shitjet, nëse deri tani ky klienti është i hapur, tek shitjet, nëse deri tani ky klienti është i hapur për 30.400, tani do të mbyllet. Unë shkoj dhe bëj arkëtim. Do ta bëj me bankun këtë, sepse duaj që të bëjmë atë çekimin e faturës me shigjet. Pra, arka dhe banka, shtot derdhje. 30.400. Banka, po i fus tek banka, po i fus tek Raiffeiseni. Arkëtim nga shitja e banakut. Dhe unë këtu nuk dua të zgjidh klientin, po do e bëj me shigjet. 30.400. Ja përuaj. Veprimi nuk është i përduar, pse? 30.400. 00.
Atëherë, shitja e faturës sa ishte? Do kështu tani. Pa sens fare, po nejse. Pik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Tani do të marrim. Shkojmë tek shitje. Kjo ndodhi sepse unë e zgjodha faturën automatikisht. Nuk bëhet automatikisht mandat argëtimi? Jo, mandat si automatikisht? Nuk bën automatikisht mandat argëtimi? Jo. Mandati i argëtimit, ti po pyet në sensin që siç bërën faturën e blerjes ne me flet-hyrje direkte në magazin, po dhe aty e zgjodhëm, domethënë e ka vetë programi që bëhet me FB magazin, që e bën hyrje artikullin automatikisht. Argëtimi nuk bëhet automatik. Argëtimi do regjistrohet me dorë, sepse argëtimet varet domethënë, hyrja e mallit në magazin është standarde. Ti thjesht do zgjedhësh magazinën se ku do ta fusësh mallin. Kurse argëtimi nuk bëhet automatik, për arsye se ty të ndodh për shembull që një klient malli ka bërë 100.000 lekë. Ti jep 70.000 lekë tani dhe 30.000 lekë më vonë. Ti do rakordosh me klientin gjatë gjithë kohës. Nuk ndodh që të regjistrohet automatikisht. Se tani e pa shpytjen, ta bëjmë zë këtë. Shkojmë tek shitje. E shikoni që kjo u bë me jeshile? Pra, siç ndodhet te furnitori dhe këtu u bë me jeshile. Që do të thotë klienti për këtë artikull është i mbyllur. Po të shkojmë te raporti klient. Raporte klient dhe furnitor. Situacioni i klientit. Shohim klientin 1. Po 100 fatura në ditë, më thënë drejtën nuk ndodh. 100 fatura në ditë. Ku do kesh 100 fatura? Ajo se atëre, shiko, për dikujtim ti mund të kesh, po themi 60 fatura në ditë. Unë kam punuar në një kompani që dhe pse ka super aktivitet dhe është kompani e njohur, nuk ndodhte që të kishte 100 fatura në ditë, që është kompani VIP. Atëre, si ndodh? Ai mund ose të likujdon ty me bankë dhe ti s'ke nevojë fare që ta regjistrosh argëtimin, se ti ka hedh lekët me bankë. Kur ti ke bërë faturën e fiskalizuar, automatikisht në faturën e fiskalizuar çekohet dhe banka ku do të hedhë lekët klienti. Dhe në momentin që klienti bën likuidimin e faturës, ti s'ke punë fare me këtë pjesën, as more lek, domethënë me lek dore kanë fjalën, ëh? Ndërsa me lekë të tjera nuk ndodh që të kesh 100 fatura në ditë. Sa do fluks që të kesh, ti do regjistrosh argëtimet. Dhe pjesa tjetër janë dhe argëtimet me POS, me likuidimin me POS, që ke atë ATM-n, fut kartën, që e merr me wireless apo vendos pinin edhe të bëhet likuidimi. Pjesa tjetër, regjistrimi i arkës bëhet në mënyrë manuale, pra me dorë. Do vi klienti aty te sportili, do japi lekët, do bësh argëtimin. Është një veprim as 1 minutë veprim është, që ti të bësh argëtim një faturë. Me z, Enea, thot, a dëgjohem me z? Me z nuk të dëgjoj, se mund t'ja bëjmë që. Shohim të situacionin e klientit. Në fakt, unë nuk kam dëgjuar asnjërin për jush deri tani. Vetëm çka kemi komunikuar me pyetje, nuk zërin e ndonjërit për jush nuk e kam dëgjuar. Unë nga që e kam në WhatsApp grupin dhe po lexoj pyetjet e tua dhe po të përgjigjem. Gjithsesi unë jam zysha juaj dhe jo zonja, pak rëndësi ka.
Provo të flasësh tani? E ke mikrofonin të mbyllur. Nuk po të dëgjoj nëse je duke folur. Nuk po e dëgjoj. Derisa të lidhemi me Eneon që ti dëgjojmë zërin. Po bën recording, po mua po më vjen në WhatsApp recordi. Mos do të flasit direkt. Okej, mirë, regjistroj atë që ke për të regjistruar dhe do ta dëgjoj. Po ta shikoni klientin tu, del me minus. Nuk keni pse friksoheni nëse e shef me minus, sepse çfarë do thotë? Klienti detyrimin e ka pas 49.900. Ai ka paguar 164.900. Të 122.000 lekëshin e ka gjendje. Pra detyrim në gjuhën quhet balanca më saktë, detyrimi. Pavarësisht se tu shkruan detyrim, po ai faktikisht s'ka detyrim fare. Po të shikoni këtë klientin këtu, ky ka detyrim. Se ky e ka shumën 942.000, nuk ka likuiduar asgjë dhe ka për të likuiduar këto. Ky klienti këtu, këto tre këtu janë kapur gabim. Ke dhe këtë klientin këtu, i cili detyrimin e ka pas 42.900 dhe ka likuiduar. Atëherë ta dëgjojmë ne janë. Fjala që po them. Po nuk kam përshë si ta bëj. Tani një pyetje kam. Në momentin që unë bëj një faturë shitje në klient rastësor. Mund të jenë më shumë se 50 fatura, 100 fatura. Normalisht në administruar një biznes që ka fatura më shumë se 100 në ditë. I bie që nëse unë çdo klienti do t'i bëj mandat arkëtimi, i bie që gatimuar me 1 minutë që ti thua, i bie që më të mikë 100 minuta. Momentalisht nuk ka një program tjetër, jo Alfa, sepse Alfa ishte goxha i ngatruar, ama një program tjetër i cili më siguron që çdo klienti që e kam me mandat arkëtimi me para në dorë, të më bëhet automatikisht mandat i pagesës ose arkëtimit në momentin që unë e zgjedh. Si te furnitori ashtu dhe tek klienti. Nëse unë kam furnitorin para në dorë, do të thënë që paguaj direkt, më xhirohet urdhër mandat pagesa. Te klienti kur është para në dorë, më xhirohet mandat arkëtimi. Okej, shumë mirë. Programet janë, çdo ditë dalin programe të reja, të avancuara dhe çdo gjë po shkon drejt teknologjisë dhe drejt kursimit të kohës, dhe jam shumë dakord me këtë pjesë. Duke qenë se jemi tek Alfa, po të shpjegoja për Alfën që veprohet në këtë mënyrë. Dhe te ky programi që ti je, nëse ty të vjen klienti të likuidon një herë, pastaj të likuidon pjesën tjetër, si ja bën ndarjen e faturës ti? Normalisht ty të ndihmon kartela klientit për ta kuptuar. Por ai nuk të jep gjithë lekët sot, një pjesë sot, një pjesë nesër. Gjithsesi, ky programi na e thua emrin, pse jo, mos ta dim dhe ne të tjerët, por unë di programet financiare sa jam unë updateuar është Navisioni më i fundit, është Elifi, është bilanci, por për sa po shpjegoj të Alfa Webi kështu funksionon. Që ti mandatën do ta regjistrosh me dorë. Tani, në këtë moment që unë kam zgjedhur Alfën, a është mundur që në bazë të klientit unë të caktoj ta zgjedh klientin, domethënë që të bëhet pagesë automatike ose jo? Jo, në momentin që unë nuk e kam, klienti nuk më ka paguar faturën, ose më ka paguar të pjesë, ka bërë likuidim të pjesën, unë e shnoj atje tek vlera e pagesës, pagesë të plot ose shumën që unë ka vendosur. Tani, në momentin që unë çel një klient këtu, si me një ose të zakonshëm klient rastësor, mund të bëhet selektimi që në fillim, domethënë që në çelë që ky klient është para në dorë dhe automatikisht më xhirohet urdhër mandat arkëtimi? Atëherë ta shikojmë klientin. Ja, unë po hap konkretisht kartelën e klientit. Ti mund veprosh tek kështu që atëherë mund veprosh me faturë para pagimi. Pra, okay, ti po thua për klientët rastësor. Në dijenin time, klientët rastësor, unë nuk kam dëgjuar dhe s'se kam hasur që të kem 100 klient në ditë. Por ti ke supermarketet, po themi, supermarketet veprojnë me barkode. I jep lekët ai në sekond dhe
artikullin, do më thënë, a I qekon artikullin me barkod, e zëm një molto, bëm 500 lek, e qekoj molton që doli nga magazina, edhe a I ka dhënë lekët e Arka 500 lek. Në fund të ditës, kam përshtypjen, a I bën raportin, sa mall ke shitur sot, sepse janë nxjerrë sistemi, s'diskutohet, se t'ishte për ashtu do rrinin njerëzit nga 12 orë për të nxjerrë sa artikull kanë shitur me çat çmimi, dhe shikon dhe gjendjen fizike të lekëve, që këtë shumë parash që unë kam shitur sot me program, e kam dhe gjendje fizike këtë gjendje parash? Kështu kam përshtypjen. Për sa I përket të klientit, ta shikojmë këtu informacion. Atëherë, siç e shikoni dhe vetë. Këtu nuk ka, jo, thjesht unë hapa për që të shuaj ty dyshimin, se nuk është se është hera parë që po merrem me Alfën, por ja ku ke llogari zbritje, llogari parapagimi. Ti vetëm qofse bën një flet kontabël për këtë klientin, po prap s'ka, se klienti popull është I rastësishëm, ti nuk e din se sa klienta do të vinë në ditë. Programet janë çdo ditë në avans se sipër. Unë kam punuar dhe me Navisionin. Kam punuar thash në një kompani ku kishte goxha xhiro auditore dhe mandatet bëheshin në mënyrë manuale. Vinte klienti te Arka, jepte lekët, regjistroi, dilte kartela. Unë personalisht nuk kam punuar me një program që klientin e likuidoka kështu në mënyrë automatike. Ja ku I ke dhe, si që shikon dhe vetë, përqindjet, Arkën që do zgjedhësh, fusha shtesë, nuk ka metoda pagesës. Me mirëbesim, pagesë automatike, me parapagim, Ark, kartë krediti, pezull. Pagesë automatike është kur ti bën automatikisht dhe që e ke çekuar me barkod, po unë në momentin që shes, po themi një frigorifer, si do ta bëj klientin me pagesë automatike? Ai duhet më japi lekët dhe ta bëj të regjistruar. Me maturim, kjo është pjesë e bankës pastaj. Kështu që nuk e di Enea se sa I qartje. Ky programi duhet jetë e lifi, kam përshtypjen? Jo, është metodë pagesë. Në momentin që ti vendos metodën e pagesës, me para në dorë automatikisht të xhirohet mandat argëtimi ose mandat pagesa. Ajo është metodë e pagesë. Në momentin që ti vendos metodën e pagesës, me para në dorë automatikisht të xhirohet mandat argëtimi ose mandat pagesa. Po pra, me para në dorë është pagesë. Me mirëbesim është që ti nuk I merr lekët tani në moment. Me pagesë do marrësh lekët. Me pagesë automatike prap lekët në dorë do t'i marrësh. Me parapagim do të thotë që thjesht ke marrë lekët parapagim, por nuk ja ke shitur mallin akoma apo nuk ti ka bërë derdhje lekët akoma. Me ark, me pagesë është e njëjta gjë, sepse ai do të vi përpara në Sportel dhe do t'japi lekët. Me kartë krediti është kur ai paguan me kartë krediti ose me bank ose pezull. Ka ndonjë gjë të paqartë kjo sepse nuk kam domethënë dhe gjysmë ore kohë dhe më duhet që të mbyllim shitjet. Bërëm shitje një çfarë ishte kjo? Ta shikoj artikullin. Pra bërëm shitje një banak Gorengje te klienti numër 1. Klienti u bë 0. Kemi rastin e faturës së shitjes, bëjmë prapë shto shitje. Unë do të përdor po këtë faturë dhe tani unë do të punoj me klonim. Nëse e ka këtu shitje. Atëherë po hap, jo, nuk do bëj klonim. Unë të edhe ta kisha bërë, po nuk do bëj klonim. Do marr një artikull tjetër. Shto shitje FSH magazin, zgjedhim faturë shitje me magazin, numër serial. Këtu mund të zgjedhim dhe operatorin, në rastin kur nuk e kemi operator, nuk e zgjedh operatorin, zgjedhim po këtë klienti numër 1. Kursi, tu nuk po na e lejon, nëse ti do zgjedhësh të bësh faturën me shitje në monedhë të huaj, kjo vetëm nëse zgjedh një klient të huaj, se ndryshe nuk na e merr, shohim në rastin nëse kemi një klient të huaj.
Ja, Haki Selmani I huaj. Shofim, tani bëhet aktiv butoni që në bëjmë kursin 116.42. Pra për klient apo për furnitor të huaj të jep dhe opsionin për të ndryshuar kursin. Artikull, zgjedhjem artikull, dhe filtrojmë artikull me gjendje. Marrim artikull prov 1, 545, unë do shes 45 njësi që ta lë me gjendje 500. Çmimi 52, po themi kod, po e bëj 55, që të vijë rruma kosur shifra. Megjithatë kjo e merr ka po kështu. Japim ruaj. Pra bërëm shitje malli brenda vendit në lek dhe me kurs në euro. Bëjmë dhe shitje shërbimi. Çfarë shërbimi do të bëj unë? Për shembull, bëjmë një shitje shërbimi, shërbim transporti, ta shikojmë. Kemi goxha kompani që bëjnë transport mallrash nga një vend në tjetrin. Shërbim transporti. Zgjedhim te klienti 1. Ai klienti që ne I shitëm faturën, që I shitëm atë banakun, I bëjmë dhe transport. Mund t'ja kishim bërë dhe aty, sepse në një faturë ty të lejon që të zgjedhësh një herë artikull, pastaj llogari. Atëherë këtu me llogari, do zgjidh llogarinë te klasa 7, ta çikoj një herë, është transporti I hapur? Mjetet të ardhura nga shitja e mjeteve të shërbim transporti dua unë. Jo shitje shërbime në proces. Shitja e punimeve dhe e shërbimeve. Kjo llogaria 704, shitja e punimeve dhe e shërbimeve. Ti po shet transport. Në këtë rast unë do ta zgjedh 704 dhe më vonë do të hyj që këtë 704 ta hap, kjo 704 është llogari prind, do të hyj më vonë dhe do ta bëj 70401 shpenzime transporti, shitje e shërbimit të transportit. Për momentin po zgjedhim 704 me të vëshë, e zëm këtij transporti I ka bërë 5000 lekë. I japim ruaj. Pra, regjistruam po të shkojmë te regjistruam mall, regjistruam dhe shërbim brenda vendit, do të bëjmë dhe jashtë vendit. Përpara kësaj, shkoj tek llogaria 704. Çofim në çfarë niveli do dali. Se s'del këtu 704. Shërbime. Shitja e punimeve dhe e shërbimeve. Unë do ta bëj këtu 7. Prindi është 70. Të ardhur nga shitjet e shërbimeve dhe shënime, kodi dhe bëj 704.001 shënime, shitje shërbim transporti ose thjesht shërbim transporti. Japim ruaj, emërtimi, shërbim transporti. Dhe japim ruaj. Pra, po të shkoj unë këtu tek fatura e shitjes tani, dhe në këtë rast unë do ta bëj me klonim për t'i treguar që pyetët më përpara juve në rastin e klonimit. Shitje këtu, shërbim transporti. Do ta klonoj këtë faturën, sepse presupozohet sikur me dashje, sikur pa dashje kam kapur llogari gabim, ndërkohë që unë kam kap me dashje. Klono. Sepse këtu kam zgjedhur llogarin gabim. 704.001.
Mbledhim 704. Unë qela. Se nuk më mori. Duhet më merr të llogarinë që qela. Gjithsesi po jap ruaj kësaj 5000 bëra këtë, po jap ruaj. Vë një shto shitje të re. Për pjesën e eksporteve, llogari 704. Unë dua ta klonoj të llogarinë, sepse dua ta bëj 704.001. Ruaj. Po të shkoj këtu 704.001. Okej. Do t'i bëj prap klonim. Gjithsesi unë regjistrova një herë këtë. Po bëj një transport tjetër me 2000 lekë. Klienti Kënishi. Klienti 1. Ruaj. Pra kam bërë 2 fatura transporti. Bërëm shitje malli, shitje shërbimi. Brenda vendit, jashtë vendit. To që bëm mall, shërbim ishin brenda vendit. Do bëjmë jashtë vendit. Si qëndron logjika, sikurse neve bënim faturën e blerjes nga importi me TVSH 0, e njëjta gjë bëhet dhe fatura e mallit që do shesim që eksportojmë pa TVSH. Pra gjithmonë faturat e eksportit dhe të importin, faturat e mallit janë pa TVSH. Regjistrimet e TVSH-s, të taksave doganore, të transportit apo siguracionit bëhen si me metodën e asaj që bërëm në fillim për importet. Shkojmë dhe regjistrojmë një faturë shitje jashtë. Shto shitje. Numër 58, po themi kod. Klienti, zgjedhim një klient të huaj apo dhe Faton Hidaj, po themi. Kursin 118, artikulli. Zgjedhim një artikull këtu. Hekur. Jo, ky nuk ka gjendje. Gjithmonë këto e filtrojmë këtu për gjendjen e artikullit. Duke qenë se makinë tip furgoni. Kod, po i eksportoj këtë makinë në tip. Pa TVSH. Kjo bën 100.000 lekë të reja. Këtu zgjedhim dogan. Po. Pra si që thash, që keni parasysh tek fatura importit, kursin, doganën dhe pa TVSH. Dhe japim ruaj. Duhet të vendosë për kuponat serial fature. Vendosëm një serial fature këtu, japim ruaj. Sasia e daljes është më e madhe. Pse? Një ishte gjendja e kësaj. Zgjedhim një artikull tjetër. Aspirator. Zgjedh aspirator pa TVSH me vlerën 52.000. E japim ruaj. Zakonisht kur kjo e alfës rrotullohet për kohë gjatë, t'jeni të sigurt që veprimin do ta marrë. Atëherë shitëm një aspirator. Shkojmë tek regjistrime. Flet doganore, jo import tani, por eksport. Lista e re. Paraprakisht shikojmë si është bërë një flet doganore. Atëherë, shkojmë tu numri 6, po themi. Data dokumentit, monedha, transporti. E fillojmë që tek rreshti parë.
vendosim që ti për këtë artikull që ke shitur, ke faturuar dhe transportin, se transportin po ja çon ti, nuk po vjen ta marri vet ai. Ka kompani që i kanë agjentët e eksporteve dhe vinë i marrin vetë mallat. Ka kompani që do t'ja çosh ti. Atëherë transporti që i ke faturuar dhe që do likuidoj ai është po themi 85.000. 8.500. Siguracion nuk ka. Vazhdojmë. Njëherë do zgjedhim faturën këtu. Tërhiqni kolonat. Atëherë kemi këtë faturën këtu. Dhe për këtë faturë që bëri 52.000 lekë aspiratori, 8.500, atëherë 52.000 aspiratori, po e bëjnë transportin 3.000 lekë, po themi kotë, një shifër që nuk është e duhura, po mos tjetë shumë e madhe nga vlera artikullit, se i bie që ai më shumë po pako ka transportës apo merr mall. Zgjedhim dhe taksën doganore, si shtam 15%, dhe ky ka aplikuar 15%, që ka dalë vlera 8.250. Çekojmë dhe fletën doganore, pasi e zgjedhim këtu, kemi dhe vlerat të gjeneruara poshtë dhe japim ruaj. Para se të japim ruaj, ripërsërisim dhe një herë që për këtë faturë që ti bëre eksport, zgjodhe transportin që i faturove 3.000 lekë dhe taksën doganore 8.250, sa që për llogariti vetë sistemi, dhe japim ruaj. Në këtë mënyrë është bërë regjistrimi një faturë shitje pra eksport jashtë vendit, jo brenda vendit. Duke qenë se jemi drejt fundit, dhe unë pak më përpara i përsërita të gjitha modulet që ka alfa. Keni diçka, sepse me këtë seancën sot mbyllet dhe trajnimi praktik i alfës, praktik në kuptimin që kursi u fokusua në çfarë do të bëni ju praktikisht, sepse kurset e alfës zgjasin dhe më shumë orë, duke qenë se ju e keni bërë kërkesën në këtë formë, pra që tjetë kursi shumë më praktik dhe realisht ky është kursi më i mirë, që ti të mësosh në mënyrë praktike çfarë do prekësh në përditshmëri, se nuk do të zgjatemi tek modulet e tjera, janë module që juve i punoni në varësi të situatës, por ato module që ju do të përdorni në përditshmërinë tuaj dhe që janë të pashmangshme janë shitje, blerje, inventar, klient, furnitor, arka, banka. Këto janë fokusi i një dite të një financieri normal që punon, qoftë me ngarkesë të madhe, qoftë edhe pa ngarkesë. Dhe dua të di, keni ndonjë pyetje, paqartësi? Nëse s'keni, do të kaloj deri tani, jo, okay. Duke qenë se kemi dhe 10 minuta kohë, do të ndalesha pak tek raportet. Duke qenë se ju thash, raportet janë specifike. Për shembull, marrim raport të arka, ty të dalin këtu 7 raporte. Ti kë do të zgjedhësh? Është deri diku subjektive. Do të shikosh vetëm arkëtimet, shikon vetëm arkëtimet. I jep vitin ushtrimor, shiko. Dhe shikon që te arka euro ke arkëtim vetëm 2.500 euro. Te arka qendrore ke arkëtim total 20.171. E zëm se ti një ditë normale pune do punosh, të thot shefi që do punosh çik të shitja sot, po. Ti do bësh shitje, do bësh arkëtime dhe do shikosh që lekët fizike i ke me këtë gjendjen këtu, dhe atëherë je në rregull. Raporte banka, edhe këtu shikojmë ditar total, gjendje përmbledhur, derdhje apo tërheqje. Pra, te gjendja përmbledhur ke edhe derdhjet dhe tërheqjet. Viti ushtrimor, kurse tek veç arktimet, veç pagesat i shikon të ndara. Bën vaki që ty një ditë nuk të rakordon arka dhe thua ku i kam gabimin, e kam të arkëtimi apo e kam tek pagesa. Dhe sepse në ditarin total ty nuk të kuadron. Dhe atëherë në këtë rast është ajo që thashë, në varësi të situatës ty të duhet të kuptosh që e ke gabimin të arkëtimi apo të pagesa dhe filtron veç raportin e arkëtimeve dhe veç raportin e pagesave. Për bankën qendrore ke vetëm 500 lekë të derdhura. Për bankën BKT
Ja një veprim për shembull që ky ka arkëtuar 5.000 lekë, është bërë pagesë 4.000 lekë për te kjo bankë. Te ky furnitor, më fal. Raport e blerje. Këtu ke pastaj regjistrin e përmbledhshëm të blerjeve. Ja, le ta shikojmë. Vit ushtrimor, shiko. Nuk është e thënë se s'bën me vit ushtrimor, mund ta filtron edhe me periudhë aktuale, periudhën që po punon sot, ose me periudhë mujore. Ja ku është dhe një regjistër i blerjeve. I ke gjitha me FB magazin. Çfarë ke FBT? Dihet që është shërbim. FB magazin, ja FBT-ja që është ujësjellës kanalizime. Shkojmë tek inventar. Tek inventari gjendja e magazinës është raporti që përdoret më shumë. Ke dhe kartelën e artikullit me detajime. Ke vetëm gjendjen e magazinës në vleft. Pra, pak a shumë japim vit ushtrimor, shiko. Ja ku keni FHB, flet hyrje me blerje, flet dalje, shitje, flet dalje, FD, ta shikojmë çfarë është kjo, flet dalje, shitje. Shkojmë një herë tek një dalje. Dhe shikojmë llojet e daljes. Zakonisht në blerje më shumë do përdoret FBT dhe FB-ja. Dhe në shitje, flet dalje nga transferimi, flet dalje nga transferta me konfirmim, flet dalje të tjera, FDTT-ja, flet dalje të tjera. Nuk është e thënë ti mësoni përmendësh të kodet, to. Mjafton të dish çfarë flet dalje. Çfarë është flet dalja nga transferimi? Ndodh për shembull, po e marrim rastin, kemi Big Market në Durrës, Big Market në Tiranë. U prish kompjuteri i Big Marketit në Durrës. Dhe puna do vazhdojë, nuk mund të bllokohet. Dhe i thojnë Big Marketit në Tiranë, ju lutem më sillni një kompjuter. Atëherë Big Marketi në Durrës nuk do ta blej këtë kompjuterin, se është brenda kompanisë, është brenda njësisë. Atëherë çfarë bën? Me fletdalje transfer, ky Big Marketi në Tiranë nuk do t'ia shesi Durrësit, sepse e ka po pikën e vet. Ai ka bler kompjuterat në funksion të gjithë rrjetit të Big Marketeve, po jo se do t'ia shesi Big Marketit, po themi, në Durrës. Dhe çfarë bën? Nuk bën shitje, siç mund shesi mallrat që shet çdo ditë, por bën thjesht transferim, fletdalje transferuese. Ky është qëllimi. Gjithsesi në këto minutat e fundit pres nga ju ndonjë pyetje apo paqartësi, sepse ky ishte edhe trajnimi i Alfës në mënyrë praktike dhe të përmbledhur. Për 5 minutat e fundit pres pyetje, sugjerim, nuk e di çfarë mund të keni. Ose me sa duket nuk keni. Ose ndonjë gjë tjetër që doni të shikoni, por në mënyrë praktike këto janë modulet më të përdorura. Me sa duket nuk keni pyetje dhe sugjerime. Ju falenderoj për vëmendjen. Mund ta mbyll këtu?